Qeveria e shënoi 25 vjetorin e marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Në panele që organizuan në nder të këtij përvjetori, diskutimet u përqendruan në dy këndvështrime. Çfarë është bërë 25 vitet e kaluara dhe çfarë pritet ose duhet të bëhet në të ardhmen. Ngjarjen e organizoi Ministria për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ministri Agon Ferrati u shpreh se ky takim është një mundësi për të orientuar vëmendjen drejt së ardhmes, drejt forcimit të shtetit të së drejtës, zhvillimit të një shoqërie më gjithëpërfshirëse. Në periudhën vazhdim, si e shoh unë pjesën e zhvillimit të marrëveshjes së Ohrit, e shoh si një platformë të re që do të mbi ndërtohet, që do të jep theks ndërtimit të besimit, kohezionit politik, kohezionit social, gjithë përfshirjes së të gjitha komuniteteve. Në fjalën e tij, bashkëkryetari Izzet Megjiti theksoi se marrëveshja e Ohrit nuk duhet të trajtohet si një dokument i ngrirë në vitin 2001, por si një proces që kërkon zhvillim të vazhdueshëm dhe përshtatje me nevojat e qytetarëve dhe standardet demokratike europiane. Pikërisht këtu qëndron rëndësia e asaj që kemi bërë gjatë këtyre 2 viteve të qeverisjes. Ne kemi hyrë në një fazë tjetër, nga mekanizmat administrativ drejt garancive ligjore dhe institucionale. Shembulli më domethënës është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Për vite me radhë, ky parim u zbatua përmes mekanizmave administrativ, ndërsa sot synimi është që ai të rregullohet me ligj të posaçëm. Ndërsa ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski thotë se ende ka parti politike që duan të imponohen si pronar të një bashkësie etnike. Institucionet, sistemi, shteti i përket qytetarëve. Nëse më pyesni se cili është shqetësimi më i madh nga këndvështrimi politik, është se ende ekzistojnë individ dhe subjekte politike, para se gjithash parti politike të cilat tentojnë të imponohen si pronar të një bashkësie etnike, sikur vetëm ata janë ata që mbrojnë të drejtat e një etnie ose shqetësohen për të mbajtur stabilitetin e relacioneve interetnike. Ndërkaq profesori universitar Aziz Pollozhani foli gjatë se çfarë është arritur në shumë sfera gjithë këto vite. Mirë po mendon se ende ka shumë punë të papërfunduara. Tani mbas 25 vjetë janë realizuar shumë nga obligimet e marra, por kanë mbetur edhe punë të papërfunduara. Vonesa, rezistenca, vështirësi ekonomike dhe sjellje deviante institucionale dhe individuale. Kjo rezistencë së bashku me narrativat të ndryshme mbi shkaqet e konfliktit dhe zbatimin e marrëveshjes Kornisë së Ohrit ka zbekur potencialin e saj si aset emancipues shoqëror. Në panel diskutimin që organizoi Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, përveç përfaqësues qeveritar, morën pjesë profesor universitar, ekspert të fushave të ndryshme, ish diplomat, politikan, gazetar dhe përfaqësues të fondacioneve dhe organizatave të shoqërisë civile.